ndonjë mesazh që do doni t'i jepni njërës nga zyshave tuaj, qoftë fëmijë, qoftë për keq? Po. Po, një mesazh, çfarë do t'i jepni ndonjë zyshe? Unë fakt i kam marrë masat dhe një mesazh që do t'i jap zyshës time që më ka suportuar shumë. Unë e mbaj mend. A nuk është ajo shpresa që ta kuam? Jo. Dhe fortar se kur jam futur në Andale, ajo më ka dërguar edhe mesazh në Instagram që më ka ngelur në mendje dhe më ka thënë të mbaj mend që të vogël, edhe bravo, ke ecur shumë përpara. Që unë do t'i jap një mesazh, por dhe do të ta marr në telefon. Si ka emrin? Zysh flutura. Zysh flutura. Por unë doja t'i thoja një mesazh që doja jepja zysh fluturës, por edhe të gjithë zyshave të tjera që më kanë suportuar, që doja t'i falenderoj për suportin dhe mirësinë që më kanë dhënë gjithmonë, sepse ndonjëherë nuk e kuptojmë se sa e rëndësishme është një fjalë e mirë. Ajo fjalë e mirë mua më ka ndryshuar ditën. Ndonjëherë mund të kem qenë e mërzitur, mund të kem marrë ndonjë notë keqe dhe gjithmonë ka qenë zyshat më të mira për shkakun që të suportonin, që të ngrenin humorin. Dhe ne nuk e kuptojmë se sa e rëndësishme është shkolla, por aty merr formimin e karakterit. Kështu që ta marrim telefon. Jeni gati? Më gati se kur. Hajde. Unë nxitoj kur flas. Shpresoj mos të nxitoj edhe këtu. Alo, zysh flutura jam Ema. Po, nxënësja jote, doja të falenderoja shumë. Mirë, si jete? Mirë, programin në këtu. Bravo. Doja për t'ju breza. Doja të falenderoja shumë për suportin dhe fjalët e mira që më ke dhënë gjithmonë kur kam qenë e vogël dhe për të gjithë veprat e mira që ke dhënë dhe dashurinë. O zemër, po ti e ke meritu me Ema. Më vjeni të keq në fakt. Ta që mirë ta ke qenë e pangopur me ushtrime kimi. Gjithë ti, unë di që je gotë me shumë vullnete me kom tokë. E do të qofë shumë lartë. Shumë faleminderit, je zysha më e mirë edhe më ke suportuar dhe kur kam hyrë në Andale. Të dua, faleminderit. Faleminderit shumë. Ciao. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ciao. Faleminderit. Unë kam pas shumë emocione në shkollë, nuk e di për ju. Po gjithmonë kur dila, o zemra unë kështu në kamerë s'kam fare emocione, por kur dila prezantoja projekte, gjëra, më dridheshin këmbët. Po a është ndonjëra nga ju që do t'japi ndonjë mesazh të mirë përpara se të filloj unë me mesazhet e tmerrshme? Po kam edhe unë një mesazh. Edhe unë kam shkruar një letër. Do lexosh ti? Ta lexoj ju? Hajde, lexoj. Jeni gati? Po, se tani dihet që unë shkruaj artistat e liceut. Po. Tani sy e vesh tek unë. Mësuesit e mi kanë kaluar 3 vjet që kur shkela për herë të fundit në ato dyrë të bardha me smureve të kuqe të liceut. Dhe megjithatë një pjesë e imja ka mbetur aty. 991 ditë që nga hera e fundit që profesor Hermoni më bërtiste, ndërsa unë rendja pa mend nëpër korridoret e klasave të pikturës, pa e ditur sa shumë do më mungonin ato hapa. 991 ditë që nga hera e fundit që zysh Albana më kërkonte të plotësoja regjistrat, dhe unë me një përtartësi naive shtyja kohën, pa e kuptuar që një ditë do doja të kthehesha edhe për një moment të vetë. 991 ditë që nga hera e fundit që profesor Eriani më tha do bësh artiste një ditë më beso. Dhe unë nuk e dija sa gjatë do më jehonte kjo fjali brenda vetes. 991 ditë pa ju parë, por asnjë ditë pa ju ndjerë. Jeni ende me mua në çdo fjalë që them, në çdo ide që lind, në çdo hap që hedh drejt vetes që po bëha. Ju më ndërtuat, pa e ditur ndoshta, në heshtje, në qortime, në durim dhe sot çdo arritje ime mban një pjesë nga ju. Krenohem që kanë qenë nxënësja juaj, krenohem që jam rritur mes artistësh. Dhe nëse sot më shohin mirë shqiptar, brenda meje është ende ajo vajza e liceut që ju e formuat me aq kujdes. Mall, mirënjohje dhe dashuri, nxënësja juaj Klea Ballia. Bravo. Për të qarë. Klea si gjithmonë këto shkrimet I ka të vetat, po ti ishin një nuk e bërë. Ma ka marrë shumë mallit jem prap në lice, jo nuk e kuftoni dot. Po kur tha 3 vite që nuk kam shkelur aty, bashkë 3 vite po bëjmë në Andale, çopa. Si ka qenë shkolla 3 vitesh? Vazhdoj unë? Hajde, vazhdo ti, pastaj unë. Okej. E dashur zysha ime biologjisë Anila, makthi im I korridoreve. Hija ime, sa herë dilja në 5 minutësh, sidomos kur kisha veshur këto xhinset e përthyera me kyçet jashtë, apo sa herë tentoja të dilja pak nga natyra e mërzitshme e veshjeve me uniform dhe sigurohesha të nxirrja pak zbarkun. Tani që jam rritur, e kuptoj, për çdo herë që më merrje veçmas dhe ashtu fshehura sikur po më thoje ndonjë sekret shtetëror dhe midis përshpërimave më thoje: do të tëftohen vezët moj, të keqen zysha vishkan atjere. Okej, zysha ti kishe të drejtë.
Po unë sërish vazhdoj të vishem holl dhe të nxjerr barkur edhe kur moti shënon -50 gradë. Nuk kam ndryshuar, po çrënd si ka kjo. Të paktën thjesht po të jap të drejtë. Si je vëzë? Kisha idën. E vezët si kemi çekuar. Akoma sa ndash. Uroj që me këshillat e zysh Anilës ti kemi në kusht optimal. Anila, e kishte emrin. Je gati? Po do lexoj edhe unë një letër që kam shkruar, po unë kam shkruar për drejtoreshën. Do me thënë, kush është nga Fieri, kush më njeh mua e di shumë mirë për Një stat më lart. Kishte lidhje me koka të gojë. E kupton shumë mirë, do me thënë, ndjem veten në rreshtat që unë do lexoj. Okej. Po e pranoj sot me shumë sinqeritet, dikur mendoja që shkolla jonë ishte terror. Kontrolle çdo ditë në katin e parë kur bënim rresht për të siguruar që nuk ishte pikë grimi, asnjë orë bosh, asnjë pushim, dhe ajo bluza blu. Çdo ditë, pa diskutim. Atëherë ankohesha, më duke e tepruar. Po sot e kuptoj. Paljush mësova çfarë do të thotë disiplinë, korrektësi dhe përgjegjësi. Mësova të jem me rregull, të përkushtuar dhe të mos kërkoj rrugë të shkurtra. Edhe pse atëherë nuk e kuptoja, sot e di që ajo reptësi ishte formë dashurie. Ndoshta nuk ju kam thënë kur faleminderit në atë kohë, por po e them tani. Më keni përgatitur për jetën më shumë se sa mendoja. Dhe po, edhe pse atëherë ankohesha, sot jam mirënjohëse. Faleminderit që më rritët edhe kur unë mendoja që po më torturonit. Oh, sa e bukur fundi, shumë i bukur fundi. Dhe në fakt, Fundi, po. rreshtat e fundit. Në fakt ne ju kemi pyetur edhe ju tek Instagrami i Gocit, nëse doni që të jepni një mesazh, një zyshe, qoftë për mirë, qoftë për keq. Pavarësisht se ne ishim të buta. Dhe kemi gjetur ca mesazhe. A Krisa? Kush do Kishte na tani sun se e kam pak si më të thjeshtë. Po, se ja nisë. doja të Edhe gjeja unë po e bëj pak a shumë gati. të njëjtë me atë që kishte. Thot një vajzë ose djalë, duke ka specifikuar. Doja t'i thoja zyshës së anglistes në gjimnaz, faleminderit që ke pasur besim te unë dhe te ëndra ime kur askush nuk besonte, as familjarët e mi. Ajo më thoshte të vazhdoja me atë që mua më donte zemra, dhe ja ku jam sot punoj si nail artist më mirë në zonën time. Au, sa bukur. Vërtet. Ky është një mesazh shumë i bukur edhe për paragjykimet që kanë njerëzit në profesionet. pa, Do shumë e të për aq vërtet. kohë sa ty të plotson ai profesion, është okay ta bësh. Shumë e Po, drejtë. unë i shndroj prapë fjalës që thash që në shkollë merr edhe formim shumë të madh të karakterit, siç marrim në jetën e përditshme, po aty është ndikimi më i madh që Po, na bën shoqëria. Po, e vërtet. Ta lexoj një mesazh? Po. Hajde. Kjo është gocë. Historia ime. Isha në gjimnaz dhe atë kohë isha shumë e ngarkuar emocionalisht nga problemet familjare, shoqëria e të tjerë. Një ditë në orën e gjuhës shqipe, mësuesja na kërkoi të krijonim një ese me temën Jeta ime, dhe unë fillova të shkruaja në të se si ndihesha në të vërtetë. E dorëzoj fletën, ndërkohë që mësuesja ja kishte dhënë këtë fletë psikologes së shkollës, dhe psikologja kishte lexuar këtë ese në sallën e mësuesve dhe në qytet kaq të vogël ku unë jetoj njihemi të gjithë me njëri tjetrin. Dhe kjo letër, këto fjalë kishin qarkulluar kudo në qytet, dhe që atëherë nuk i besoj më asnjë njeriu dhe nuk i tregoj asnjëherë se si ndjem në të vërtetë. Oh, Love you girls. Ja ca zyshe janë Kjo është shatashe të me eksperiencë shumë gjie. e rëndë. Do të thënë, këtu është ty rregulli i parë se psikologja duhet Po, në pra, asnjë mënyrë që ta dhe, lexonte domethënë, letrën në sy të. Se si një thash e them ose një gjë shumë fani për dikë, ndërkohë për dikë tjetër është E dhimbshme. drama e po. jetës, kupton? që këtu fillon formimi i karakterit të fëmijës, po pra dhe tani ajo nuk ka më besim. E humbet komplet besimin tek njerëzit. Ta lexoj unë? Po. Okej. Letër për zyshën që nuk do ta harroj asnjëherë. Ishte e rrallë të gjeja dikë si ti, e cila erdhi në jetën time në një moment kur shkolla më dukej kaq e vështirë për të mbijetuar dhe si një vend të cilit unë nuk i përkisja. Ka kaq shumë zysha që të bëjnë të ndihesh i vogël ose i keq kuptuar, ka të tjera që të numërojnë minuta derisa zilja të bjerë. Pastaj erdhe ti. Ti ishe ndryshe në fakt. Ishte ajo zysha që nuk më mësoi thjesht mësimet, lëndët. Sytë tu arritën të shihnin përtej asaj sipërfaqe të rëndom të çdo mësuese tjetër që shikonte tek unë. Ti pe ato gjëra që unë përpiqesha t'i fshija pas çdo here që bëja sikur nuk dëgjoja për të ngritur në tabel dhe pas çdo detyre të dorëzuar me vonesë. Ti kushtove rëndësi momenteve të mia shumë të qeta dhe të përhumbura. Ditëve që dukesha i lodhur, ditëve që nuk flisja fare, ditëve që ndihesha më i vogël dhe i pafuqishëm. Ti në fakt e vure re këtë gjë kur askush tjetër nuk mundi dhe u kujdese, edhe pse të kujdesurit për te mësimeve dhe detyrave nuk ishte pjesë e job descriptionit tënd. Ti më bëri të ndihem sikur kisha rëndësi edhe kur zëri im nuk mund të dëgjohej. Ti e bëre shkollën të mos më dukej më si një fush betej, por tani si një vend ku mund të merja frym lirisht. Më fale mirëkuptim në vend të gjykimit dhe udhëzime në vend të heshtjes.
Më shpëtove dhe u bëre qetësia në mes të gjithë asaj zhurme. Matias, një fëmijë i bullizuar për 3 vite në gjimnaz për shkak se kishte vështirësi në të folur. So cute. Matias, gocat e goti do përqafojnë shumë edhe të dua Love shumë. you. Love you, Matias. Hajde, Atëherë, kur hyra në gjimnaz, kisha një profesor kujdestar. Ai nuk ishte i keq, por nuk na kushtonte shumë vëmendje siç duhet të bëjë një mësues. Për shkak të kësaj, u mora një rrugë pak ndryshe në shkollë. Fillova të dilja më shumë, të leja orët të mësimit, në shkollë sillesha më e vrazhd dhe më e ashpër, ndërsa në shtëpi isha thjesht një fëmijë i butë dhe i çiltër. Kur erdha në vitin e 3, erdhi një zysh e re kujdestare. Që nga ai moment kur ajo hyri në klasën tonë, deri tani u kam ndryshuar shumë fal saj. Ajo na udhëhoqi me rregulla, disiplinë dhe shumë kujdes. Na mësoi si të sillemi si duhet dhe të mësojmë me përkushtim. Fal saj, jo vetëm, por e gjithë klasa jon u bë më e rregull dhe më e përgjegjshme. Ajo nuk ishte vetëm një mësuese për ne, por edhe një udhëzuese që na ndihmoi të bëhemi versioni më i mirë i vetes çdo ditë. Pra sa ndikim ka një mësuese në jetë. Të të thoja dhe unë që nga gjitha këto që ne lexuam, qoftë eksperiencat tona, qoftë letrat që na kanë ardhur, kuptojmë që sa vendimtare është një moment, qoftë i keq ose qoftë i mirë në gjithë jetën tënde. Pra ti se harron, për shembull ti që te përzysh flutrën, ti nuk e harron gjithë jetën suportin që ajo të ka dhënë, ashtu sikur sa ai fëmia nuk harron atë letrën e psikologes. Se më kujtoj një zysh, domethënë kur po lexonim gjithë këto, zysh Eriola. E nuk e di, veç ajo më ka ngelur që realisht e them me plot gojë që ka qenë zysha më e mirë, më e palodhur, më gojëmbël edhe nuk e di e putre. Shumë dashuri për gjitha zyshat edhe Unë kam gëzuar. pasur e fundit zysh, kam pasur, po kjo është jashtë gjimnazit, kam pasur 9 vjeçare, një zysh frëngjishte, ishte kujdestare klasës. Po ishte shumë e mirë, nuk dija frëngjisht fare. Dhe tani, unë akoma dal në kafe me atë zyshën, zysh Belindë. Sa mirë. Po, është Sa fani është kështu të dalësh në zyshën, të komentosh vitet e gjimnazit. unë akoma i them zyshe, kupton? Ka kaluar po gjithmonë 10 vjet, ku diun? 10 vjet? Shumë Po vjet. thot nga anën vjeçarja. Po, nga 9 vjeçare. Është e çuditshme se asnjëherë nuk e humbas në autoritetin, gjithmonë do t'i thrasë edhe sikur ti je 70 vjeç e ti, zysh do t'i thuash. E dini që ëndra ime ka qenë të bëjmë zysh, tani që mendoj. Por ja ku jam këtu na andale, udhëzojnë të një të paudhë. Shumë dashuri për të gjitha zyshat e mira aty jashtë dhe për gjitha zyshat e këqija që të thonë që nuk do bëhesh asgjë në jetë, por ju nuk ka dashuri fare. Si ato memet, kur thos zysha s'do bësh asgjë në jetë, ndërkohë ti je shumë lart tani. Ndërkohë ti je asgjë. Një sekond, Ariani thë ti kur po lexoi letrën? Po, a nuk ishte ai profesori që takuam atëherë? Po, ishte tha fjalë të mira. Po, ai është profesor Ariani që thoshte që të bësh artiste. Sa i mirë ishte. A mund kemi një kështu? Ky është profesori që kam pasur unë në lice për skenografi. Po, për zotin, profesor Ariani. Sa mirë. Ose shumë qefi që Me se po mersh, Ja, këto ore. u sa mirë, Ja, çunat, ja kamera. urime dhe suksese. Shumë faleminderit, Kur të keni faleminderit. kohë, mua më keni aty ke fakulteti tu te Grupi Kavajës, Okej, në shumë dizajn faleminderit. grafik, aty vazhdojmë me... Po i kam parë. departamentin e Shumë artit. faleminderit. Shumë faleminderit, më bëj shumë qefi, mirëpafshim. Ju uroj gjithë të Faleminderit. mirë. Në vërtet, siç po thoshte dhe Klea, shumë dashuri për gjitha zyshat, edhe zyshat e këqija, se Është sa i mësojmë mirë, nga ato po. diçka dhe gëzuar shtatmarrë. Gëzuar shtatë marrë. Gëzuar. Zyshat e Vetagos.